Nderuar miq, ditën e sotme në gjykatën kushtetuese është zhvilluar seanca për çështjen e kompetencave, debati mes qeverisë, e cila e çoi çështjen në gjykatën kushtetuese pas përplasjes me Spakun dhe gjykatën e posaçme konkretisht për rastin e pezullimit të Belinda Ballukut. Palët kanë mbajtur të njëjtat qëndrime në gjykatë, ku i kanë parashtruar, ndërkohë që gjykata e posaçme nuk ishte e pranishme, pra vetëm përfaqësuesit prokurorët, dy prokurorët e Spakut. Qeveria nuk lëvizi nga qëndrimet e saj, po ashtu edhe kuvendi. Por çfarë do ndodh tani në vazhdim? Si mund të jetë vendimi për këtë çështje? A mund të dërgohet në Komisionin e Venecias, pasi një nga anëtarët tha që është terren i pashtruar, konkretisht Asim Vokshi? Për gjithë skenarët do të flasim me avokatin Ili Gërdubi. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Avokat, mendoni që kjo çështje do mbyllet shpejt apo do zvarritet akoma më tej? Dërgimi i çështjes në Komisionin e Venecias është një opsion që konsiderohet quhet amicus curia, pra një vendim nga një gjykatë miqësore që të jepet një opinion të ngjashëm. Nuk mendoj që do ishte zgjidhja që do ndiqet, sepse synimi të gjitha palët përfshirë në proces, qoftë këtu pjesës së Këshillit të Ministrave, qoftë kuvendit edhe prokurorisë posaçme, është për një zgjidhje dhe një vendimarrje sa më të shpejtë nga ana e saj. Pra, nuk është synimin vetvete të zgjatja dhe rrjedhimisht nuk do ishte në interesin e askujt një kërkesë drejtuar Komisionit Venecias. Unë mendoj që anëtarët e gjykatës kushtetuese janë në gjendje plotësisht në lidhje me kërkesën në objekt gjykimi dhe nuk kanë pse të kërkojnë, sepse ky është një interpretim krejtësisht i lidhur me ligjin vendas dhe me interpretimin se si zbatohen normat kushtetuese në ndërthurje me kodin e procedurave penale. Avokat, mendoni që mund të jemi të njëjtin ndarje të votave si në rastin e pezullimit, edhe kjo çështje do mbetet pa një zgjidhje, pa një precedent, apo palët do dalin, pra gjykata do dalë me një përfundim qartë edhe për të ardhmen? Unë mendoj që duhet të ketë një ndryshim të situatës, sepse standardet në cilët bëhet kundërshtimi një vendimi fillestar të pezullimit tek ajo janë të ndryshëm nga ato të themelit të çështjes. Shqipëria ka hasur shpesh raste në të cilat mund të ketë kaluar në mënyrë shumë të ngushtë votash çështja në gjykim dhe më pas anëtarët mund të kenë qenë unanim në pranimin ose në kundërshtimin e saj. Unë mendoj që duhet nga ana e gjykatës do kërkohet që të ketë një qasje sa më pajtuese dhe po e quajmë një kompromis midis vendimarrjes, sepse çështjet që janë shtuar për gjykim janë 4 dhe rrjedhimisht nuk është se nga ana e gjykatës duhet mbajtur patjetër një qasje ndarëse në të cilën për të katër pyetjet e shtruara për interpretim të ketë një vendim, po themi, në favor të njërës ose tjetrës palë. Avokat, në mos gaboj, ju pak më lart thatë që asnjë nga palët nuk është interesuar që kjo çështje të zvarritet, pra që të dërgohet në Komisionin e Venecias. Por nuk do ishte interesuar qeveria për të mbrojtur zonën Ballukun në këtë rast që te kaloheshin dhe afatet, në mos gaboj që janë 3 muaj ku duhet shprehet për kërkesën e Spakut për heqjen e imunitetit? Nga ana e majorancës nuk ka absolutisht asnjë detyrimi që të presi vendimin e gjykatës kushtetuese për marrjen e vendimit në kuvend sa i përket pjesës së imunitetit. Kjo është një vendimarrje që ata kanë marrë, që është marrë në mënyrë politike, pra jo një detyrim ligjor për të pritur një vendimarrje të kushtetueses për masën e ndalimit të ushtrimit funksionit në lidhje me kërkesën. Por nisem nga kjo pyetja që ju bëra, sepse kryeministri tha përpara do presim çfarë do thotë gjykata. Duke lidhur me këtë imunitetin, ndoshta mund ta zvarris për të humbur edhe efektet. Zgjatja e afatit 3 mujor do ishte një rrëzim i kërkesës. Pra, nëse synimi është vetëm për të rrëzuar kërkesën, ajo mund të bëhet edhe në seancë plenare. Pra, duke i thënë që unë do me 83 mandate që ka Partia Socialiste të thotë që ne nuk e japim imunitetin dhe kjo çështje mbyllet këtu. Nuk është se është e domosdoshme që duhet në mënyrë patjetër të arrijë me përfundimin e afateve. Edhe nëse kjo do zgjasë me një vendim komisionit kërkesë drejtuar Komisionit Venecias, më pas mund të ndërmerrej po prapë nga Komisioni i mandateve dhe imunitetit, rregullores mandateve dhe imunitetit, në lidhje me rimarrjen edhe prodhimin e një raporti i cili do kalonte në seancë plenare. Për ju vendimi besoj që mund të jetë, prisin që të jetë i qartë pro qeverisë apo pro gjykatës?
Unë besoj se do ketë një vendimmarrje e cila do në thelb të saj, pavarësisht nëse do jetë një interpretimi i zgjerimit të nenit 103 ose pasjes ose jo të një konflikti të kompetencave, se këto janë dy ndarjet e mëdha dhe këto janë dy mbrojtje të mëdha, besoj se në fund fare gjykata do shprehet kundër vendimarrjes së gjykatës posaçme, kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në lidhje me pezullimin nga detyrat e një antari të Këshillit të Ministrave, sepse vetë prezenca, vetë efektet që ka dhënë kushtetuta një antari të Këshillit të Ministrave janë të tilla që nuk mund të suprimohen nga një masë sigurie penale. Vetë prokurori Spaku Dritan Prençi tha sot që provat janë të forta kundrejt Zonjës Balluku edhe dëmtohet procesi. Mendoni që mund të pres Spaku derisa të arrijë në përfundim të kësaj rruge apo mund të ketë një tjetër mas ndaj Zonjës Balluku, një tjetër lëvizje? Unë mendoj që nëse zoti Preçi mendonte që provat janë të forta, sepse këtu nuk gjykohet sa të forta apo të dobta janë provat, dhe këtu nuk po gjykohet nëse zonja Balluku është fajtore ose jo. Këtu po gjykohet a mund të merret ose jo një mas pezullim nga detyrat e një antari të Këshillit të Ministrave. Në këtë aspekt, ky është qasja. Zonja Balluku mund të jetë 100% fajtore në sytë e prokurorit, mund të jetë 100% fajtore në sytë e gjykatës. Ama nëse ti po më kërkon një masë e cila është e palejueshme, unë nuk do të ta jap dhe unë do të them që këtë masë nuk mund ta kërkosh. Do duhej mbase që zoti Prençi, nëse kishte këto prova kaq të forta, të shkonte menjëherë që në fillim të herës me kërkesën për dhënien e masë sigurie arrest në burg dhe të jepte direkt te kuvendi, ta vinte para kuvendit para përgjegjësinë që të shprehej në lidhje me raportin e depozituar dhe mos të jepte argumentin sipas të cilit a duhet pritur vendimarrjen në gjykatën kushtetuese apo jo. Avokat, kam një çështje të fundit, ju lutem nëse mund të jeni një përgjigje, nuk ka lidhje me këtë. Kemi rast, faleminderit, të bordit të paqes. Kemi dy shembuj, Shqipëria edhe Kosova. Të dyja morën ftesë. Shqipëria përpara miratoi ratifikimin në kuvend, pastaj do shkojë ta firmos pra këtë ftesë si mori këtë ratifikim. Kurse Kosova e firmosi sot në Davos, në prezencë të presidentit Trump, pastaj do ta ratifikojë në kuvend. Pra, bëhet përpara firmosja apo ratifikimi? Ka ndonjë specifik te kjo apo Kjo është diferencimi se si e ka kushtetuta gjithë secilit nga vendet. Në Shqipëri funksionon që për marrëveshjet e caktuara merret përpara, sepse marrëveshjet ndërkombëtare janë ose në nivel shteti, nivel qeverish, nivel ministrish, ose mund të jetë edhe në nivel institucione qendrore. Në rastin konkret është marrë një vendimmarrje sipas të cilës do jepet një miratim paraprak nga ana e kuvendit, sepse kjo lidh shtetin shqiptar dhe nuk është një marrëveshje që e lidh qeveria dhe më pas të ketë mundësinë për ta kaluar këtë në miratim. Që nuk është se besoj se ka një domethënie specifike, është thjesht çështje procedurale që ndryshon kushtetuta e Kosovës me kushtetutën e Shqipërisë. Avokat, faleminderit shumë për gjitha shpjegimet. Faleminderit për ftesën. Avokat Rrofsh, të uroj më të mira.